Kjo edhe pritej pas martesës, festë e madhe për Engjin dhe Mërgimin, çifti më i lumtur se kur më parë. Këngëtarja e njohur dhe shumë e dashur për publikun, Engjëllusha Salihu, ka zgjedhur që ditëlindjen e bashkëshortit të saj ta shënojë me një urim të jetë emocional dhe plot ndjenja, duke prekur zemrat e ndjekësve të saj në rrjetet sociale. Ajo ka ndarë me publikun disa fjalë të përzgjedhura me shumë kujdes, në të cilat ka shprehur jo vetëm dashurinë e madhe që ndjen për partnerin e saj të jetës, por edhe mirënjohjen për mbështetjen, përkushtimin dhe rolin e tij në jetën e përditshme. Urimi i saj është karakterizuar nga sinqeriteti dhe ngrohtësia, duke reflektuar një lidhje të fortë dhe të ndërtuar mbi respekt, mirëkuptim dhe dashuri të ndërsjellë, elemente që ajo nuk ka hezituar t'i theksojë përmes fjalëve të saj. Ky postim është pritur me reagime të shumta pozitive nga fansat dhe miqtë e çiftit, të cilët kanë vërshuar me komente urimi dhe komplimente, duke vlerësuar mënyrën elegante dhe të ndjerë me të cilën Engjëllusha ka zgjedhur ta urojë bashkëshortin. Shumë prej tyre kanë theksuar se urimi i saj pasqyron një marrëdhënie të shëndetshme dhe të mbushur me dashuri, duke e bërë këtë moment edhe më të veçantë në sytë e publikut. Ndërkohë, prej disa ditësh, këngëtarja ndodhet për vizitë në Barcelonë, një nga qytetet më të bukura dhe më të vizituara të Evropës, ku po shijon një periudhë relaksi dhe qetësie larg angazhimeve profesionale. Ajo ka ndarë her pas here momente të ndryshme nga kjo udhëtim me ndjekësit e saj, përmes fotografive dhe postimeve që tregojnë atmosferën romantike dhe energjinë pozitive të këtij udhëtimi. Pamjet e publikuara lën të kuptohet se kjo vizitë ka një domethënie të veçantë për çiftin, pasi përkon me ditëlindjen e bashkëshortit, duke e kthyer Barcelonën në sfondin ideal për festimin e kësaj date të rëndësishme. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.